Sot është dita e alfabetit shqip, i cili u unifikua 117 vjet më parë në Kongresin e Manastirit. Kongresi i Manastirit u zhvillua mes 14 dhe 22 nëntorit të vitit 1908. Në të morën pjesë 50 delegat nga 26 qytete të ndryshme, klube dhe shoqata. Në këtë kongres u miratua vendimi që të pranohet alfabeti latin me disa ndryshime të shkronjave, duke i adaptuar ato për gjuhën shqipe. Në Manastir, në atë kohë, kanë marrë pjesë intelektual shqiptar nga të gjitha trojet shqiptare, pasi qyteti ka qenë qendër e konsujve dhe ishte më i sigurt për mbarvajtjen e këtij procesi të rëndësishëm kombëtar. Kryetari i kongresit u zgjodh Mithat Frashëri, kurse nënkryetar ishin Luiç Gurakuqi dhe Gjergji Qiriazi, ndërsa motra e tij Parashqevi Qiriazi ishte gruaja e vetme në këtë kongres. Ndërkaq, sot nën patronatin e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Kristian Mickoski, u mbajt seancë solemne në qeveri. Me këtë rast, Mickoski tha se komuniteti shqiptar, me kulturën, gjuhën, traditat dhe vlerat e veta, është pjesë thelbësore e shtetit tonë. Sot kur e shënojmë ditën e alfabetit të gjuhës shqipe, u japim mirënjohje përpjekjeve të brezave që luftuan për arsim, shkrim, lexim dhe zhvillim kulturor, por dhe të gjitha tyre që sot e vazhdojnë këtë rrugë. Adeu yni përbashkët bazohet në idenë se çdo qytetar ka vend të barabartë, vlerë të barabartë dhe mundësi të barabarta. Pikërisht për këtë, qeveria mbetet e përkushtuar ndaj politikave që ndërtojnë besim ndëretnik, krijojnë hapësirë për zhvillim dinjitos të gjuhëve dhe kulturave dhe e forcojnë kohezionin mes të gjithë qytetarëve tanë, tha kryeministri Mickoski. Zëvendës kryeministri Arben Fetai tha se gjuha e standardizuar nuk është vetëm një mjet komunikimi, por një hap i domosdoshëm drejt modernizimit të shoqërisë dhe ndërtimit të institucioneve funksionale. Në qytetin e Manastirit, ku sot qëndron Muzeu i Alfabetit, u vendos themeli i shkrimit modern të gjuhës shqipe. Për ne, Kongresi i Manastirit mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme të fillim shekullit 20, që i dha gjuhës shqipe strukturë dhe standard dhe që ndikoi drejt për drejt në proceset arsimore dhe kulturore. Ky vendim ishte një akt racional që synonte të krijonte stabilitet dhe funksionalitet në përdorimin e gjuhës, e cila më pas u bë instrument thelbësor i arsimit dhe komunikimit publik. Ne e kujtojmë këtë ditë për të theksuar një parim thelbësor. Në një shtet multietnik si Republika e Maqedonisë së Veriut, barazia gjuhësore është pjesë e një demokracie funksionale dhe standardeve evropiane të drejtave të njerëzit. Shtetet moderne matin cilësinë e demokracisë së tyre jo vetëm me funksionalitetin e institucioneve, por edhe me mënyrën se si trajtojnë gjuhët e komuniteteve që bashkëjetojnë brenda tyre. Ndryshe për shqiptarët e Maqedonisë, kjo ditë është ditë feste dhe nuk punohet, ndërsa në Manastir funksionon Muzeu i Alfabetit të gjuhës shqipe, në të cilin gjenden rreth 56 fotografi të pjesëmarrësve dhe 230 dokumente në formë digjitale dhe letër.